muslimanët, sa erdhi feja islame, për shembull nëse do kapim arabët. Arabët ishin njerëz të cilët nuk kishin një kod, nuk kishin një ligj, nuk kishin një shtet të vetëm, ishin të hallakatën. Edhe ata që jetonin në qytete, përsëri jetonin me në ato hierarkinë familjare të cilat nuk përfaqësoheshin nga një shtet i vetëm, nga një perandor i vetëm, nga një mbret i vetëm, nga një përfaqësues i vetëm. Sa erdhi Islami, çfarë u bë me këto prodhuan mendim, këto prodhuan civilizim, këto sollën qytetërim, këto themeluan qytete të reja. Dhe është interesante se në historinë e krishterëve, për shembull në mesjetën e hershme dhe në mesjetën e mesme, ishin pikërisht, domethënë kisha ajo i cili i ndalonte, i pengonte shkencëtarët në punët e tyre sepse mendonin sepse kjo është diçka e djallit. Kur Harun Reshidi i dërgon dhurat mbretit të asaj kohe të Francës një orë e cila ishte prodhimi i muslimanëve, kur ajo orë domethënë jepte sinjalin duke rënë në një orë të caktuar, për shembull ora 12 ose 1, edhe jepte sinjalin e vet, ata tremëshin thotë kjo është prej shejtanit. Ishin shumë mrapa muslimanëve. Dhe domethënë është fakt historik se muslimanët sa ishin të kapur me fenë e tyre, ishin të kapur dhe me shkencat e ndryshme. Jo vetëm shkencat fetare, por dhe shkencat mondane, shkencat e dynjas, shkencat që lidhen me jetën e kësaj bote. E kundërta me çfarë ndodhi me krishterimin. Për shembull, deri vonë kur erdhi revolucioni francez, por edhe para revolucionit francez, shkencëtarët në Evropë, pse ishin kundër kishës? Ndërkohë që njeriu duhet të jetë, domethënë duhet të jetë besimtar. Njeriu duhet të njohë Zotin. Njeriu nuk duhet të largohet nga Zoti, por ata u larguan nga Zoti. U larguan nga Zoti sepse mendonin se feja nuk e do shkencën. U larguan nga Zoti sepse thonë që ka një Zot i rrem, ai i cili në një të vërtetë shkencore mua më dënon. Më dënon kur ne tham pak më parë, ai burimi i diturisë është Allahu.